Unë e di që gjatë kohës diktaturës gjithë populli ishte ushtar. Po unë mendoj që nuk duhet ta ushqejmë kaq vite pas, 35 vite pas, që gjithë bëhemi gjahtar nga ushtar. Dhe në krahun tjetër, e vërtetë është gjuetia ka qenë traditë e lashtë, po ka ndryshuar shumë në kohë. Në qoftë se në lashtësi gjuhej për ushqim, tani ushqimi blihet në dyqan. Nuk shkon të vritet me pushk për të ngrënë. Natyra e projektligjit më lejoni ta them që është makabër. Dhe do doja që të lexoja ca definicione që të lëm pa më. Realisht. Dhe të vënë dyshim, ore, kush është kafsha këtu? Realisht, kush është kafsha këtu? Dhe po bëj lexim, nuk po bëj asgjë më shumë se sa lexim. Dhe fillojmë për kufizime. Gjuhëti. Veprimtaria e specializuar e shfrytëzimit të faunës e egër, që ka të bëjë me ndjekjen, me kapjen, me vrasjen e kafshëve të shpendë dhe objekt gjuhëtie me metodat e përcaktuara në këtë ligj. Vazhdojmë. Gjuhëtia e qëndrueshme, se kemi dhe gjuhëti që duhet të shtrihet, e tjetër qëndrueshme në kohë. Përdorimi i llojeve të kafshëve, objekt gjuhëtie dhe i habitateve të tyre në një mënyrë dhe sasi të tillë që të mos shkaktoj pasoja të dëmshme afatgjata ndaj biodiversitetit dhe të mos pengoj ripërtëritjen e tij. Si, qysh, kështu me pushk, si bëhen këto? Vazhdojmë. Kurth. Se ky është termi më i ëmbël. Dëgjoni pak, dëgjoni. Kurth nënkupton një mjet me qëllim mbajtjen ose kapjen e kafshëve përmes kapseve, të cilat mbyllen fort mbi një ose disa gjymtyr, duke parandaluar që këto gjymtyr të shkëputen nga kurthi. Imagjinoni, vjeni veten në këtë pikë. T'ju kapi kurthi në mënyrë të tillë që mos lejohet që gjymtyrët të shkëputen nga kurthi. E kuptoni se çai bën një kafshë kjo? Dhe kush është kafsha këtu një? Kush është kafsha pastaj? Imagjinoni tani një shpend që e kap në këtë mënyrë. Dhe kush është kafsha? Vazhdojmë. Sezoni i gjuhëtisë, trofe të gjuhëtisë, pjesë të objekteve të gjuhëtisë së përpunuara, të fituara me anë të gjuhëtisë, të cilat shfrytëzohen për qëllime shkencore. Qëllime shkencore, vullnet. Estetike. Po si mund të jetë gjuhëtia estetike? Mund ma shpjegosh, vullnet, gjuhëtia estetike. Produkte estetike nga gjuhëtia. Ore një shpend i qelluar, i vrarë, në gjak, si mund të jetë estetike, mo? Si mund të jetë estetike? Dy gjëra për mbytyjet që ndodhen dhe për mbytyjet që po ndodhin. Po përsëri, edhe pse nuk ka rreshje aq të forta. E para gjë, për njerëzit që janë dëmtuar, edhe që janë dëmtuar kryesisht në fshat, në shtëpitë e tyre dhe në ekonomitë e tyre, pagesa për dëmet është themelore, është jetike. Natyrisht për të rikthyer jetesën normale, po mbi të gjitha për të kompensuar ekonominë që kanë humbur. Baktit, po në krahun tjetër, unë mendoj edhe të mbjellat. Të mbjellat do të ktheheshin në produkte dhe produktet në të ardhura. Do të thotë nuk kanë humbur vetëm bim në serë apo në fushë të hapur, por kanë humbur prodhimin, kanë humbur të ardhurat. Me ato para mund të mbillnin në pranverë e kështu me radhë. Pa to rrezikohet prodhimi. Ne kemi humbur ushqim. E përpasoj kemi humbur ekonomi. Do të kemi çmime më të shtrenjta për shkak të sasisë munguar të produkteve bujqësore edhe blegtorale, e në krahun tjetër do orientohemi nga importi, jo nga eksporti. Kështu që pagesat janë themelore e duhet ndodhin tani. Por në krahun tjetër, ne nuk mund të kthehemi thjesht vetëm në një shtet që paguan dëme. Duhet merremi me eliminimin e faktorëve që çojnë në këto dëme. Ajo që na takon ne, infrastruktura, jo ajo që i takon atij lart, po ajo që na takon ne, infrastruktura. Këtu që po lexoj me çarja argjinatura është tani pas rreshjeve, me lumenj që fryen e kështu me radhë, natyrisht që
ka pasoja, jo vetëm atje, po ka pasoja për sjelljen e shtetit. Argjinaturat sot janë mall pa zot. Nuk kujdeset kush për to. Kanë humbur në lartësi, kanë humbur në qëndrueshmëri, nuk ka roje. Dëmtohen vazhdimisht nga dhelprat e të tjera kafsh. E kanë vujtur vetë mbi kuriz në divjakën që sot nuk përmbytet. Atë që po ndodh me Semanin në krahun e Libofshës. Dhe natyrisht duhet të ndryshojmë këtu, në mënyrën se si i menaxhojmë veprat që janë jetike për banorët, për jetën e tyre, por edhe për ekonominë e tyre dhe tonën bashk. Duhet paguajmë për to, që mos ktheheni thjesht dhe vetëm në një shtet që paguan dëme. Udhroni. Do dyshek ka, do dollap ka, do koltuk ka. Këtu kam vendin për të hedhur, natyrisht që nuk e kam vendin këtu për të hedhur. Ta t'ju tregoj një gjë që ta ketë kollaj fare policia bashkiake. Urdhroni, ja ku është kamera që shikon drejt për drejt nga koshi i plerave. E që mund gjej se kush janë hedhësit e gjithëtyre, natyrisht i gjobisë. Përball kamera. Mirë mbetjet nuk janë hequr. Po autori te kamera. Atje keni. Nuk e kam kuptuar kur. Nuk e kam kuptuar kur pse në 21 janar, në 22, në ditët që pasuan, për 12 dita me radhë, edhe dje, më thuaj përmbahuni. Pse duhet përmbahen? Pse duhet përmbahen? Forca vdekje prurse. Përdorimi i forcës vdekje prurse me dashje është monopoli i shtetit. Por aman kushtet ligjshme. Në shkeljet ligjit me dashje është vrasje. Është pushkatim pa gjyq. Dhe pushkatim pa gjyq në mes të bulevardit të dëshmorëve të kombit ka ndodhur. Konventa e drejtave të njeriut shprehet qartë. E drejta e çdo njeriu për jetën mbrohet me ligj. Askujt nuk mund t'i merret jeta qëllimisht, me përjashtim të rastit kur zbatohet një vendim gjyqësor me vdekje pas dënimit për një krim për të cilin ky dënim është parashikuar me ligj. Ndërkohë që gjykata e thellon akoma dhe në tutje arsyetimin e saj dhe thot qartësisht se përdorimi i forcës vdekje prurse mund të justifikohet vetëm në një nga arsyet e rënditura në nenin 22 të konventës, përkatësisht a në mbrojtje të çdo personi nga dhuna e paligjshme për të kryer një arrestim të ligjshëm ose për të parandaluar aratisjen dhe c për të kundërshtuar një kryengritje. Gjykata vetë pohon gjithashtu qartas hapur se të 4 protestuesit kanë qenë jo të dhunshëm. Rrobat e tyre janë ekspertuar dhe është e qartë nga ekspertiza se ata nuk kanë qenë përdorues të armëve të zjarrit. E mbi të gjitha kanë qenë në bulevard, jashtë rrethimit të kryeministrisë.